Zonja Sedie është në një kohë kur shuhe jeta çdo minutë, po ashtu lindke një jetë e re. Edhe nëse ka pas lot që u humbën disa antar, ka pas edhe lot gëzimi që erdhë një fëmijë në jetë. E je ndër shumë mami që ke kontribuar edhe te kjo pjesë ku gratë kanë lindë në luftë, në mal, në maternitetin, në kushtet cilat kanë met. A mundesh pak më na kujto? Po, unë jam mami prej vitit 1981, klinikën obstetrike ginekologjike, Prishtinë. Edhe aty për 9 vite kom punu, do me thonë mami, deri në 90-ën, kur na largun nga klinika, okupatori sërb. Prej vitit 90, do me thonë, kur mbeta e pa punë, atëhere nuk e kom pas veç rolin e mamis, por kom pas edhe rolin e infermieres. Edhe jo mundue, si që tha edhe motra Fetie, në për shtëpia. Aty ku e dishin njerëzit që jo, mune që muj me ju ofru ndim në thirëshën edhe shkojshëm në për shtëpia. Edhe nuk ish edhe aq letë, edhe atëher ish rrezik, se unë isha e largume nga klinika pe okupatorit, tani me shku në për shtëpia, por dëshira për t'ju ndihmue njerëzve, edhe duke e ditur se ata tani veç kishin frikë të shkojnë për institucionet shtetërore. Atëherë në vitin 1992, Dr. Ganiu Indjeri organizoi një grup të punëtorëve shëndetësor, mjekë dhe infermiere mamia, që t'jemi në një vend ku popullata do të den edhe të marrë shërbimet, gjitha ato shërbime janë ofruar falas. Kështu që lufta ka qenë për neve prej atë ditë kur na kanë larguar nga puna, edhe ka vazhduar derisa në qershor të vitit 1999, kur veç jemi kthyer në për tani në Kosovë, jemi kthyer prej Bllacës në Kosovë. Edhe atëhere në shërbimin shëndetësor të Nanës Terezë organizoheshin ambulanca në për gjithë Kosovën që të ofrohet ndihma gjithve, barë në ato gjitha i kemi pas materialin sanitar, gjitha i kemi pas për organizatave të huaja që kanë ardhë, kemi pas mjaft material, mandej kur filloj veç haptazi lufta edhe dul në skenu që këja, atëherë Dr. Ganiu Indjeri organizoi ekipet mobile me mjek, me infermieret shërbimit shëndetësor në Nanës Terezë. Në ndër ato ekipe, do më thonë, kam qenë edhe one. Vështirësit i kemi pas, kur kemi dalë në përpos zbloqe, na kanë dalë